Presidenti Amerikan, Donald Trump, ka ndezur reagime të forta pas publikimit të disa imazheve të krijuara me inteligjencë artificiale në rrjetin Truth Social, ku lë të kuptohet një kërcënim i drejtë për drejtë ndaj Iranit. Në një prej postimeve, të titulluar Fuqia hapësinore, shfaqet një shpërthim bërthamor, ndërsa Trump paralajmëron se nuk do të mbetet asgjë nëse Teherani nuk vepron shpejt për të pranuar kushtet amerikane. Tensionet mes SBA-s dhe Iranit mbeten të larta, pavarësisht një armpushimi të brisht. Sipas raportimeve të CNN, Trump zhvilloi një takim me ekipin e sigurisë kombëtare në Virginia, ku diskutuan skenar të mundshëm për përshkallëzimin e konfliktit dhe opsione për sulme të kufizuara ndaj infrastrukturës energjetike iraniane. Në mbështetje të një qasjeje më agresive, u shpreh edhe senatori republikan Lindsey Graham, i cili tha se infrastruktura energjetike përbën pikën më të dobët të Iranit. Nga ana tjetër, ish komandanti i Gardës Revolucionare Iraniane, Mohsen Rezai, paralajmëroi SBA-n të heqë bllokadën ndaj porteve iraniane, duke kërcënuar me pasoja të rënda në rajon.